Maria Magdalena dhe Maria tjetër rrinin aty, ullur përballë varrit. Dhe të nesërmen, që ishte mbas ditës së përgatitjes, krerët e priftërinjve dhe farisejt u mblodhën te Pilati duke thënë: Zot, na ra në mend se ai mashtruesi, sa ishte gjallë, tha: pas 3 ditësh unë do të ringjallem. Prandaj urdhëroi që varri të ruhet mirë deri në ditën e tretë, se mos vinë dishepujt e tij natën e ta vjedhin trupin dhe pastaj të thon popullit: u ringjall së vdekuri. Kështu, mashtrimi i fundit do të ishte më i keq se i pari. Por Pilati u tha atyre: rojen e keni, shkoni dhe siguroni varrin si t'ju duket më mirë. Dhe ata, pra, shkuan dhe siguruan varrin, dhe përveç rojes, vulosën gurin. Tani në fund të shtunave, kur përzbarte dita e parë e javës, Maria Magdalena dhe Maria tjetër shkuan për të parë varrin. Dhe ja, ra një tërmet i madh, sepse një engjëll i Zotit zbriti nga qielli, erdhi dhe rrokullisi gurin nga hyrja e varrit dhe u ul mbi të. Pamja e tij ishte si vetëtima dhe veshja e tij e bardhë si bora, dhe nga frika e tij rojet u ndrodhën dhe mbetën si të vdekur. Por engjëlli, duke u drejtuar grave, u tha atyre: mos keni frikë, sepse unë e di se ju kërkoni Jezusin, që u kryqëzua. Ai nuk është këtu, sepse u ringjall, sikur se kishte thënë. Ejani, shikoni vendin ku që vën Zoti. Jezusi u ringjall. Ai është gjallë.